الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Allahu xhallahu ala falenderojmë për mirësitë e tij të panumërta, salavatet dhe selamet ja dërgojmë njeriu të më dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre të cilët ndjekin rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahu subhanahu wa taala në fillimin e kësaj ligjërate që Allahu këto ndeja dhe këto takime t'i bëjë të bereqetshme dhe nëpërmjet prezencës tonë lutim Allahu subhanahu wa taala që të arrijmë kënaqësinë e tij me kërkimin e dijes. Dhe lutim Allahun xhallahu ala që Allahu të na furnizojë me dije të dobishme, rizq halal dhe të na bëjë të mundur që angazhimi jon dhe punët tona të jenë të pranuara tek Allahu xhallahu ala. Vëllezër, vazhdojmë sonte me hadithin e radhës në këtë cikël të ligjëratave në shpjegimin e librit Riyadus Salihin, libër ky i cili ngërthen hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'ka dyshim se këto janë udhëzimet më të mira për njeriu në jetën e kësaj bote. Hadithe këto të cilat esenca dhe poenta e shpjegimit të tyre është përfitimi, kërkimi i dijes dobishme, mësimi i dispozitave fetare dhe mbi të gjitha është që ne të pastrojmë nefsin ton, shpirtat ton me qëllim që të arrijmë atë që është synimi i çdo besimtarit, devotshmëria nëpërmjet kërkimit të kësaj diturie. Dhe sonte me lejen e Allahu xhallahu ala me radhë është hadithi i 19. Hadith i gjatë, i cili gjendet në Riyadus Salihin, në librin i cili e ka shënuar Imam Nawawiu, Allahu e mëshiroft. Hadith i cili gjithashtu i përket kapitullit të pendimit, pra ka një lloj lidhshmërie me hadithet të cilët i janë shpjeguar paraprakisht kohëve të fundit, duke qenë se ka të bëjë me kapitullin e pendimit. Mirë po, ajo që gjendet në këtë hadith, nga përmbajtja, nga teksti i hadithit, do të shohim se hadithi përmban ose ngërthen 3 tematika të ndryshme. Dhe në fund fare, pra në fundin e hadithit, flitet diçka rreth pendimit. Andaj autori Imam Nawawiu, për faktin se flitet diçka rreth pendimit, rreth toubes në fund të hadithit, e ka vendosur këtë hadith në kapitullin e toubes, pendimit. Megjithatë ne do të shohim se hadithi nuk shtjellon ose nuk flet në tërësi për çështjen e pendimit, mirë po ka tematika të ndryshme. Dhe përderisa po përgatitesha për shpjegimin e këtij hadithi, bëja një përpjekje për të gjetur një element përbashkët rreth këtyre 3 tematikave të ndryshme. Nga se fillimi është me vlerën e kërkimit të dijes, fillimi i hadithit, pastaj vjen pjesa tjetër e dytë e hadithit, që ka të bëjë me dashurinë e njerëzve të mirë. Hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se njeriu është me atë që e do dhe do të ringjallet ditën e gjykimit me atë që e do, dhe pjesa e fundit ka të bëjë me pendimin. Në një farforme në mënyrë direkte, teksti i hadithit ka të bëjë me pendimin. Dhe po mendohesha se cili është ai element i përbashkët në këtë hadith, duke pas parasysh faktin se ka 3 tematika të ndryshme. Dhe rash në përfundim vëllezër se elementi i përbashkët i këtyre tematikave që i ngërthen hadithi ose janë përmbajtjen e këtij hadithi është kthimi tek Allahu xhallahu ala. Pse e them këtë gjë? Për faktin se nëse flitet në fillim për vlerën e kërkimit të dijes, a mund të ketë diçka në jetën e kësaj dhunjoje që mund ta kthejë njeriu tek Allahu më mirë se sa dituria e dobishme fetare? Andaj dija fetare dhe vlera e dijes është për faktin se nëpërmjet kërkimit të diturisë njeriu kthehet tek Allahu xhallahu ala. Kjo është tek pjesa e parë, pra për vlerën e kërkimit të dijes. E dyta, dashuria ndaj njerëzve të mirë. A nuk janë sebeb njerëzit e mirë që nganjëherë të na kthejnë neve tek Allahu xhallahu ala? Sot, sidomos në këtë zaman, a nuk është faktor, ndoshta do të thoja kyç dhe i rëndësishëm shoqëria dhe njerëzit cilët na rrethojnë neve
për të qenë ne ku duhet në rrugën e drejtë për tek Allahu xhallahu ala. Andaj edhe pjesa e dytë e hadithit, elementi i përbashkët është kthimi tek Allahu xhallahu ala. E pastaj e treta, pjesa e tretë çdo moment se në mënyrë të drejtë për drejtë ka të bëjë me kthimin tek Allahu xhallahu ala. Pendimi çfarë është tjetër pos kthimi i robit drejt Allahu xhallahu ala. Andaj hadithi me lejen e Allahu xhallahu ala përmban këto lloj tematika të cilën do të mundohemi t'i shpjegojmë dhe nxjerrim disa dobi nga fjalët e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Hadithin e transmeton an Zir ibn Hubeish qala ataitu Safwan ibn Assal radiyallahu anhu. Zirri është tabiin i cili nuk e ka taku pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe cili prej jush vëllezër mund ta jap definicionin e tabiinit? Kush është tabiin? Ai që ka takuar sahabët, se ka takuar pejgamberin. Allahu shpërblet. Do të thonë nuk e ka taku pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky sahabi i cili e transmeton këtë hadith ishte tabiin, i cili ka jetuar 120 vjet dhe ka vdekur në vitin 82 Hijri. Dhe ky e ka arrit edhe kohën e xahilietit, megjithatë nuk ka arrit që të takohet me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam, ndërkaq kanë dëgjuar shumë nga Ali radhiyallahu anhu dhe Omeri radhiyallahu anhu. Thot ky eteitu Safwan ibn Assal. Thot erdha tek Safwani radhiyallahu anhu, sahabi i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte marrë pjesë në 12 betejë me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe njihen mesin e sahabëve si njeri i ditur. Andaj jo më kot ky njeri, ky tabiin vjen tek kush? Tek Safwani. Vazhdon hadithi, thot es'aluhu anil mashi ala al-khuffaini, që ta pyes Safwanin për çështjen e dhënjes së mestit mbi çorape. Fa qala ma jaa bika ya Zir, e ky më tha, pra Safwani ka thënë, çfarë të bëri që të vish tek unë? Fa qultu ibtigha'u al-ilmi, thash nuk më ka sjell asgjë tjetër pos një qëllimi të vetëm. Ajo është kërkimi i diturisë. E tani vëllezër, pa mos me hyrë në temë, Safwani e inkurajon me një hadith që është pjesë e hadithit në këtë rast, madhështor këtë njeri duke i treguar vlerën e kësaj vepre që ky ka bërë. Dhe kjo vlen edhe për ju, vlen edhe për ne. Çfarë i thot? Thot se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tadau ajnihatiha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Atëherë e inkurajon me fjalët duke i thënë se me të vërtet melaqet i shtrin flatrat e tyre, krahët e tyre tek kërkuesi i dijes në shenjë kënaqësie për atë që ai bën, duke i treguar për vlerën e kërkimit të dijes. Fa qultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu ala al-khuffaini. Dhe ky tabiini Zirri i thot Safwanit, thot vërtet thot jam ndier ngusht në gjoksin tim, kam pas një lloj dyshimi në lidhje me çështjen e mestit. Andaj thot kjo është ajo e cila më ka bërë që të vi tek ti. Nuk ka diçka vëllezër më efikase që i shëron dyshimet e njeriut besimtarit në zemrën e tij që i ka se sa kërkimi i dijes. Dhe kjo është ilaçi në mënyrë praktike që na e tregon ky tabiin se si ka vepruar në moment kur ka ndjen një lloj ngushtimi në zemër, ka pas një lloj dyshimi për një mesele, për një dispozit fetare. Cila është vepra e cila duhet ta bëjë besimtari? Të merr rrugën dhe të shkojë tek njerëzit e dijes për të marrë sqarimin e duhur, çka i nevojitet dhe për të larguar dyshimin nga mendja dhe nga zemra e tij. Dhe thot, ajo që më ngushton zemrën në lidhje me çështjen e mesit është pas kryerjes së nevojës madhe dhe nevojës të vogël. Dhe e bukura është këtu. Thot, wa kunta imra'an min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluk. Dhe thot, o Safwan,
Thot, unë jam i vetëdijshëm dhe e di që ti ke qenë gjithmonë shoqërit Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, andaj kam ardhur që ty të pyes. Dhe kjo është vëllezër shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë se te kush drejtohemi për t'i bërë pyetje rreth fesë tonë, rreth kërkimit të dijes fetare. Ky ja potencon diçka që gjithë secili prej nesh duhet ta ketë në konsiderat kur merr rrugën për ta pyet dikë. Ky njeri a flet sipas sunetit pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam? Ky njeri që un kam shkuar ta pyes, ky ja flet me argumente, a flet me fjalët e Allahut xhallahu ala? Ky njeri a jep udhëzime të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam? Andaj arsyeja që ai kishte bërë këtë tabiin të merr rrugën të vit tek Safani ishte duke e pas konsiderat dhe duke ja thënë: "Wa kunta imra'an min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'alak." Ti je prej shokëve të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam që kenet vazhdimisht me të, andaj erdha që të pyes. Dhe cila ishte pyetja? Hel sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'a? I tha, a e ke ndëgjuar kënd të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam që të ketë përmendur diçka në lidhje me këtë mesele? Vëllezër, kjo është edukata e besimtarit se si duhet të pyes për dije fetare. Sa herë që të kemi ndonjë interesim dhe të na interesoj diçka në lidhje me dijen fetare, për ndonjë X dispozite, pyetja jonë duhet jetë: a ka thonë diçka i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam lidhje me këtë? Si ka qenë veprimi të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam në këtë adhurim? Si vepronte i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në këtë situatë, në këtë gjendje? Dhe kjo është ajo e cila duhet të interesoj besimtarit, vëllezër. Neve nuk na interesojnë traditat. Neve nuk na interesojnë mënyrat dhe format e njerëzve të cilët i kanë pas në të kaluarën. Gajlja jo dhe derti jon duhet jetë: a ka diçka nga pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam këtë gjë? A na ka mësuar i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam të veprojmë këtë gjë? A ishte ky dhikri që e bonte pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam pas namazi, gjatë ngrënies ushqimit, gjatë fletjes në gjumë, kur zgjohej nga gjumi e kështu me radhë? Andaj ky hadith i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, saqë duket i thjesht, në vetvete vëllezër ka dobi të shumta. Neve sot në këtë zaman dhe në këtë kohë jashtëzakonisht na nevojitet që të përfitojmë këtë edukat dhe këtë etik gjatë momentit që ne pyesim. Na interesoj se çfarë ka bërë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe një pjesë të madhe të njerëzve sot nuk i intereson as pak se forma dhe mënyra se si e adhuron Allahun xhallahu ala, a është në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam apo jo? Shihi njerëzit, a interesohen, a e kanë gajle dhe a e kanë dërt kur e adhurojnë Allahun te barek ve taala, se forma e adhurimit, a është kjo formë të cilën ka mësuar i dërguari Allahut apo jo? E ne shumë mirë e dim vëllezër, dhe vazhdimisht ne kemi përsërit dhe po e përsërisim dhe gjithmonë do ta përsërisim se nga kushtet kryesore për të pranuar një vepër dhe një punë tek Allahu xhallahu ala është mbi gjitha dhe ndjekja e sunetit pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe çdo gjë që është jashtë kësaj rruge nuk ka përfundim të mirë, nuk llogaritet tek Allahu xhallahu ala. Andaj i tha: hel sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'an? A e ke dëgjuar pra pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam që të flet diçka në lidhje me të? Atëherë tha Safuani: "Naam, kana ya'muruna idha kunna safaran." Tha po. Tha i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, ya'muruna është përmend fjala emër, na urdhëronte, na mësonte i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam idha kunna safaran, kur ishim në udhtim, au musafirin, ose kur ishim udhtar, alla tanza khufafana 3 ayamin, që ne të mos i nxirrnim pra çorapet 3 ditë dhe 3 net, illa min janabatin, vetëm në qoftë se do të krijohin nevoja që të merrnim gusull nga xhunubloku. Do të thonë, tek pjesa e xhunubllokut, atëherë njeriu duhet që të nxjerr çorapët dhe nuk vlen çështja e mesit. Ndërkaq pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam tha na urdhëronte që ne të mos i nxirrnim për nevojën e madhe dhe nevojën e vogël,
domethënë po edhe për gjumin i cili është prej prishjes së abdesit, që ti nxjerrnim ne, domethënë që ta nxjerrnim mestin. Andaj tha Safuani, lakin min ghaitin wa bawlin wa nawmin, tha ndërkaq nga këto për cilët ti ke pas dyshime, nuk na urdhëronte që ne domethënë ti nxjerrnim ato. Pastaj thot ky tabiini, fa qultu hal sami'tahu yadhkura fil hawa shay'an, a ke dëgjuar tha pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam tha që të flet diçka, fjala el hawa në këtë rast vëllezër ka për qëllim dashurinë dhe animin e zemrës ndaj diçkaje. Andaj e pyet Safuanin, thot a ke dëgjuar diçka nga pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam rreth dashurisë ose animit të zemrës ndaj diçkaje? Çfarë tha? Tha naam, kunna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safar, thot po, një ditë prej ditëve ishim me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në udhtim, fa bejne nahnu indahu, thot përderisa ishim me të, idh nadahu a'rabiyun bi sautin lahu jauhari, thot vetëm se për një moment të caktuar erdh një beduin, një arabi, një katundar, dhe thriti me zë të lartë, ja Muhammed, duke e thirrë në emër të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Fa ajabahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nahwa min sautihi. E pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj me të njëjtin nivel të zërit të tij, nga se pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e kuptoi që ngritja e zërit nga ana e këtij personit kuptohet që ky është beduin. Dhe ky nuk ka etik, nuk ka edukat në mënyrën se si flet me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj e para nuk e mur shumë afër zemrës vëllezër. Shpeshherë na ndodh neve që të gjendemi në situata të sikletshme përballë njerëzve të cilët ndoshta nuk na trajtojnë me edukatën e duhur, apo ti e shef filon hoxhën i cili ka studiuar një kohë të gjatë dhe vjen një vëlla i cili gjithmonë e thirr në emër, apo për shkak se i mungon ndoshta etika, mirësjellja, edukata të cilën duhet ta ketë në raport me njerëzit më të ditur. Dhe njeriu i cili është i mençur dhe i zgjuar e shef pak kapacitetin e këtij. E shef se sa peshon ky. Nëse është nga ata njerëz të cilët nuk është në rrjedhat e dijes, në rrjedhën e edukatës, në rrjedhën e teskijes, atëherë nuk ja merr shumë për zemër. Andaj e trajton me të njëjtin nivel që ai e ka. Ashtu sikurse veproi kush? Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, duke i kthyer këtij arabiut me të njëjtin nivel të zërit. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ha tha ja ku jam unë këtu, i tha këtij beduinit. Fa qultu lahu, tani ky tabiini, domethënë ky Safuanin këtë rast i ka thonë këtij arabiut, këtij katundarit, wejhek ugdud min sautik, mirë për ty, pse nuk e ul pak zërin, nga se je duke fol me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadha, nga se je në afërsi me pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ty të është ndaluar një gjë e tillë. Ku i është ndaluar një gjë e tillë ngritja e zërit? Kush e di vëllezër? Jo besimtarve. Gjithë besimtarve. Ku, në çfarë vendi? A ka argument prerë për mos ngritjen e zënit ka shi pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam? Ajet kuranor në surën Hujurat. Thot Allahu xhallahu ala, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Mos i ngritni zërat tuaj mbi zërin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Andaj tha, mirë për ty, tha ule zërin, sepse je në prezencë të pejgamberit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, wa qad nuhita an hadha, ndërkaq ty të është ndaluar një gjë e tillë. Fa qala wallahi la aghdud. Fa wallahi, tha unë nuk e uli zërin. Mendësi dhe mentalitet beduini vëllezër. Tha nuk e uli zërin. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk e mori për zemër këtë lloj veprimi të atij, nga se edhe në shumë situata të tjera, sikurse keni lexuar dhe keni ndëgjuar, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam është përballë me beduinët në situata të sikletshme. Megjithatë, gjithmonë situata të sikletshme, kush është ai i cili duhet ditë menaxhoj?
ai cili është më i mençur, ai cili është më i devotshëm, ai cili është më sabërli, ai cili është më i matur. Dhe në qoftë se nuk arrihet të tejkalohet kjo situatë e sikletshme, në fund faj do t'i hidhet njeriu i cili ka kapacitet, ka dije, ka maturi, ka ndet me hoxhallar, ka ndet me njerëz dijes. Ky është ai cili fajsohet pse nuk arriti që ta tejkaloj këtë situatë të sikletshme. Qala al-Arabiyu, po ky beduin vëllezër, me gjithë këtë sjellje të keqe që e kishte në raport me pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, ja tha pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam një fjalë shumë të madhe. Tha kështu: "Al-mar'u yuhibbu al-qawma wa lamma yalhaq bihim." Tha, oj dërguari i Allahut, çka u puna tha me një njeri i cili tha i do njerëzit e mirë, i do disa njerëz, po nuk është si ata. Ka shumë njerëz të cilët i duan njerëzit e mirë, i duan njerëzit e dijes, edhe pse nuk kanë arrit shkallën e tyre. Ndoshta nuk janë të ngjashëm në veprimet, në sjelljet, në dijen, në cilësitë të cilat i posedojnë me këta njerëz të mirë. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah." Tha, njeriu do të jetë me atë që e do në ditën e gjykimit kur do të ringjallet. Për këtë arsye vëllezër, i ngjajshëm si ky hadith është përcjellë edhe tek ajo që e shënon Imam Muslimi nga hadithi Enes ibn Malik radhiyallahu anhu. Thoshte Enes ibn Malik, nuk kemi gëzuar me diçka më të madhe pas Islamit se sa kur e kemi ndëgjuar këtë hadith të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. "Al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah." Njeriu do të jetë në ditën e gjykimit me atë që e do. Dhe ky hadith i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam vëllezër duhet na bëjë gjithë neve që të reflektojmë në jetën tonë. Kush janë njerëzit e dashur sot në zemrat tona? Fëmijët tanë, kë e duan sot? Kush është model për familjet tona? Kush është model për shoqërinë tonë? Kush është model për evladin tonë? Zemrat tona me çfarë dashuri janë mbushur vëllezër? Fatkeqësisht ne jetojmë në një kohë ku shumë të ri dhe të reja në zemrat e tyre banon dashuria ndaj njerëzve të kotë. Banon dashuria ndaj njerëzve të cilët 2 ditë shkollë nuk i kanë, ndaj njerëzve të cilët nuk e njohin Allahun, ndaj njerëzve të cilët ditën dhe natën promovojnë degenerim. Andaj vëllezër, njeriu do të ringjallet me atë që e do dhe do të jetë me atë që e do. Sahabët e donin pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, prandaj Enesi radhiyallahu anhu tha, nuk jemi gëzuar vallahi me diçka më shumti pas Islamit se sa kur e kemi ndëgjuar këtë hadith pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nga sa ata e donin të dërguarin e Allahut, i donin sahabët e tjerë, e donin Allahun xhallahu ala. Andaj dhe ne duhet pyesim veten tonë vëllezër, a kemi dashuri të sinqertë për njerëzit e mirë? A kemi dashuri të sinqertë për pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam? Çfarë veprimesh, çfarë shkaqesh bëjmë ne që të na shtohet dashuria për pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam? Nëse e kalon jetën dunjën duke u preokupuar me njerëz të ndryshëm, të cilët njerëz nuk kanë impakt dhe ndikim pozitiv në fen tënde, mos prit që të ringjallesh me Abu Bekrin, as me Omerin, as me Uthmanin, e as me sahabët e tjerë të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ama nëse jeta yte dhe ditët e tua në dunjë kalojnë duke ndjek shembullin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke i dashur ata burra të mirë, vallahi atëherë ke hapësirë që të shpresosh që Allahu të ringjall me ata burra. Dhe unë mendoj që vëllezërit të cilët ndjekin ligjërata të ndryshme, e në veçanti interesohen për jetëshkrimin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, vallahi ju përgëzoj se kjo është shenjë e mirë se ju e doni pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ju i doni sahabët. Dhe shpeshherë ne gjejmë veten pozita të tilla ku ndëgjojmë ndonjë rast, ndonjë sakrificë nga ana atyre burrave të mëdhenj, se çfarë kanë bërë për dinin e Allahut xhallahu ala. A nuk na mbushet zemra me dashuri për ata njerëz? A nuk i shohim zemrat tona se vërtet duan që të jenë me ato burra të mirë? Andaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha këtij arabiut, këtij beduinit, tha el-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah. Tha njeriu do të jetë në ditën e gjykimit me atë që e do. Fama zala yuhaddithuna hatta dhakara baban min al-maghribi
mesiratu ardihi au yasiri rakibu fi ardihi 40 au 70 amen. Dhe pas kësaj pjese vëllezër, vjen pjesa tjetër e hadithit ku vazhdon Safuani që të flet hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka përmendur një derë në perëndim. Një derë e cila ka gjatësinë ose që kalorësi ec në të më shumë se sa 40 ose 70 vite. Një pjesë e madhe e dietarëve vëllezër thonë se kjo derë e cila është përmendur në fundin e hadithit, që gjendet në perëndim, në drejtim të Shamit, është përmend me këto numra duke qenë një lloj sinonimi i viteve të jetës njerëzit. 40 dhe 70. Edhe pse ne kemi hadithin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë se a'maru ummeti ma bejne 60 wa 70. Vitet e ummetit tim do të jenë mes 60-ave dhe 70-ave. Dhe thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe pak janë ato njerëz të cilët do të jetojnë më shumë se sa këto vite. Andaj në këtë hadith është përmend një derë e cila është e gjatë 40 ose 70 vite. Qale Sufjanu ahadu ruwat, tha Sufjani, njëri prej transmetuesve, qibala Sham, tha ky është në drejtim të Shamit. Khalaqahu Allahu Ta'ala yawma khalaqa as-samawati wal ard. E ka krijuar Allahu Tebareke ve Teala në ditën që i ka krijuar qiellin dhe tokën, meftuhan lit-tauba, e cila është e hapur për çfarë? Për pendim, për tobe. La yughlaqu hatta tatlu'u ash-shamsu minhu. Dhe kjo derë nuk mbyllet deri kur? Deri kur dielli do me thonë të perëndoj nga perëndimi. Dhe kjo është prej shenjave të kiametit, dhe ju keni ndëgjuar në hadithet para kësaj vëllezër se njeriu t'i pranohet pendimi deri kur? Deri në momentin sa dielli do me thonë të lind nga perëndimi. E fundi i këtij hadithit përmendet pra ajo që ka thonë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, se gjendet në një derë në perëndim, gjatësia e të cilës është 40 deri në 70 vite, dhe në këtë derë këtë derë Allahu xhallahu ala e ka krijuar ditën në cilën i ka krijuar qiellin dhe tokën, meftuhan lit-tauba. Dhe thamë më herët se këto vite 40-70 aludojnë në vitet e njeriut, që gjithë këto vite, 40 vite, 70 vite që njeriu i ka në dispozicion në jetën e kësaj dhunjoje, gjithë kjo është një hapësirë e madhe për njeriu që ai të kthehet dhe të pendohet tek Allahu xhallahu ala. E imagjinoni vëllezër sa fatkeq është ai njeri të cilit Allahu xhallahu ala ja ka zgjat ymrin, i ka dhënë 60 vite, i ka dhënë 70 vite, e ka plotësuar atë normën e viteve për jetesë në jetën e kësaj dhunjoje, dhe nuk i jepet që të pendohet tek Allahu xhallahu ala. Nuk i jepet hapësira dhe nuk i shkon ndërmend që të bëjë tobe dhe të kthehet tek Allahu xhallahu ala. Andaj lutim Allahun subhanahu wa taala vëllezër që Allahu fillimisht na bëjnë nga ata njerëz të cilët e kërkojnë dijen fetare. E lutim Allahun xhallahu ala që Allahu na bëjnë nga ata njerëz të cilët gjithmonë insistojnë që në jetën e kësaj dhunjoje të jenë shoqërinë e njerëzve të mirë. Dhe në zemrat tona të vendos dashurinë për njerëzit e mirë. Dashurinë për ata njerëz tek të cilët gjendet dashuria për Allahun Tebarek ve Teala, dashuria për pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe për gjithë njerëzit e mirë të cilët bëhen shkak dhe arsye për afrimin tek Allahu subhanahu wa taala, dhe elus Allahun xhallahu ala që Allahut na zgjat ymrin në bindje dhe në shtrim ndaj Allahut xhallahu ala. Këto vite që i kalojmë dunjë, Allahut na bën nga ata të cilët vazhdimisht pendohen dhe kthehen duke qenë të sinqert tek Allahu xhallahu ala me tobe të sinqert. Me kaq po e përfundoj, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahu yashkur lakum.